kur mendoni se vera nuk mund të sjellë më shumë shkëlqim. Learta Jakupi e ndryshon lojën. Një instastory e vetme nga Italia ka mjaftuar që të kthejë gjithë vëmendjen tek ajo dhe pushimet e saj luksoze. Reja e këngëtares së njohur shqiptare Shyret e Beluli ka nisur pushimet verore në një nga destinacionet më të bukura italiane, duke ndarë me ndjekësit momente relaksi dhe pamje që duken si kartolinë. Në fotot dhe videot e publikuara, Learta shihet në ambiente elegante, me një atmosferë tipike mesdhetare, ku deti, dielli dhe arkitektura italiane krijojnë një sfond perfekt veror. Ajo shfaqet e qetë, e buzëqeshur dhe në harmoni të plotë me pushimet e saj. Ndjekësit nuk kanë munguar me komente pozitive, duke e komplimentuar për stilin e saj të kuruar dhe për mënyrën se si e shijon jetën me thjeshtësi dhe elegancë. Edhe një herë, Learta tregon se mjafton një moment i ndarë në rrjetet sociale për të kthyer vëmendjen e publikut. Pushimet e saj në Itali po vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes, ndërsa fansat presin postimet e radhës që me siguri do të sjellin po aq shkëlqim sa këto të fundit. Për më shumë histori ekskluzive, momente të ralla dhe lajme që bëjnë bujë në botën e showbizit, mos harroni të na mbështesni me një like dhe subscribe. Çdo ditë sjellim për ju përmbajtje të re, të freskët dhe interesante nga vitat shqiptar dhe ndërkombëtar, ndaj bëhuni pjesë e komunitetit tonë dhe mos humbisni asgjë.